Si bëjnë Mos vazhdo me sinonime, the mendime ecë më poshtë. Po, që thonë që la erti, gre vetullat, ironizon, bën mimika, kur ti flet. Po, është buri poshtër, maskara, psikopat, pervers, mëndjesë murë, pa shtull kurizore, i pa bes, pa burni. Kur ta thonë, gjysma e shpisë është problem. Po dhe gjysma e shpisë më në thotë komplet të një të një për ty. Që thonë? Urdhro? Që su të bona. Që talët bona me ty? Ne. A talë mu me ty? Si i bëhet tani? Të besoj gjysmën e shpisë apo ty? A talë mu me ty? Po, unë talë me ty? Ja. Atërë? Unë e talë me ty? Jo pra, se po talësh, unë dysha këtu tani me ty. Oke. Kështu që, nëse vinë ty dhe të provokojnë në dhomën e grimit, dhe mua vinë më provokojnë në salon, si thua të reagojmë? Si thua? Si thua të reagojmë? Ma thuaj, si thua të reagojmë? Ashtu se shke reaguar? Pikërisht pra, filloa dhe unë të qeshja, po e thash. Po më puthi bona, unë nuk do ngerem shtatë zani, thash, mos keni merak për atë gjë. E më këtë përgjigje dhash. Me gjeni shumë të shqetësuar. Ne, mësi kemi mbaruar darkën edhe festën që ishte ditlina jote, ke qënë dhe tipo, ndoshta nuk jem banë, ku gerta dhe tavolina, që ishte në krye tavolinës dhe ne ishim duke ngrënë pak më poshtë, ta që ti doje të puthje bonën dhe bona të hoqi kokën. Ne. E banë mënd? Dhe mua më thanë dhe një gjë, që bona do në të puthë ty, po. Kjo është here 4 që e themi. E dua, thot ajo, e kam mbyllur, thot ajo, me Jozin, edhe ri këtu përballë. Ngjes drejt dark përballë Jozit. Vete ka përballë Jozit. Po më po ja kemi thënë gjithë. Ore Jozi tallet me gjithë dynjan, Jozi tallet me veten e vet. Ja kemi thënë të gjithë më shpejt. Të gjithë. Vjen këtu, s'di ç'a të bëj, ku të kapet në lojë, hajde të hedh në një grep tjetër edhe Shluhat. I tregon gocave, fli këtu, mos fol me Rozanën, bëj këtë, bëj atë. Dhe gjithë vëmendjen e ka të marri vëmendje nga unë. Maqist i keq. Gjithë vëmendje, hami Gerta, qa do ti? O pingat e tua? Greda. Ti ke ullur Livian, ti ke ullur femrat e kësaj shpirtë. Ku ke ullur ti në një gocë? Livia po nuk ashtu do thot ai. femrat. Ashtu do thot. Dhe çari tha Loredanës, i tha që të ka përqafuar dhe të ka shkel dhe syrin. I ka përqafuar Loredanën, një moment që kam treguar një gjë shumë intim, që i tash mos ma përdor më, i pas kam shkel dhe syrin, se palaçot nuk kanë brira. Lolot e pallatit. Ai është Lolo, ai i shtëpisë Big Brotherit. Doli hyri si Lolo. Se ca gjëra Dhe do dali prapë si Lolo. Po Rozana tha, shiko, po e pati bërë atë, moj s'ke fare ta zësh me gojë, po e pati bërë. Rozana nuk e bën. Ai prap ka për të lidhë me atë gocën, ajo prap do ta pranoj atë djalin. Ua, ajo atë po pret, moj. Me qa fytyre, me këtë moj, me këtë që kanë ndetur gjatë gjithë kohës kur ai ka intimiduar të gjitha gocat e shtëpisë, që ças ka sharë, kur ai ka vendosur për Loredanën dhe kur ai u larguar dhe Loredana filloi një herë të lozi vet, ai u bë keq dhe tha stop. Unë do ja nxjerr nga hundët, se jam unë pa as Loredana. Se ai ka ego shumë të smur. Ai, si ta thashtë edhe dia, ai thjesht do të rritë i ullur stole dhe të lozin tjerët në fush në 10 minuta për ato. Nuk ka guxim ai që të lozi bashkë me tjerë. Po çfarë të lozi ai s'di një herë, vetëm Lolon ke bërë këtu, Jozi. Ke dar, ke hy, mos merr ashtu qëndrim se nuk të shkon.